janë shërbimet më tipike që ju keni vërejtur nga gjithë të kohë që keni diskutuar në Komisionin për Reformën Territoriale, nga gjithë dokumentet që keni marrë nga institucionet përkatëse, cilat janë shërbimet të cilat nuk kryen në pjesën më të madhe të bashkive të Shqipërisë? Shërbimet më tipike duhet të më përmendesh. Edhe njerë, më kryesorja është mungesa e financave që jepet nga buxheti i shtetit, që është pakën 2 deri në 3 herë më pak se sa vendet e rajonit, dhe është 5 deri në 6 herë poshtë mesatarës së vendeve të Bashkimit Evropian. E para. Që fundit kjo është paraja, kjo është ajo kompetenca. Së dyti janë disa kompetenca të cilit i kanë kaluar pushtetit vendor, dhe përpasoj influenca tyre është zero. Bie fjala, nëse të kujtohet, kaloi ujësies kanalizimet, kaluan në vitin 2015, madje e kaluan 100% pronësitë bashkive, që ishte një gjë shumë e mirë. Sot nuk është më në pronësitë bashkive, sot është në pronësitë të Ministrisë Energjetikës, dhe madje është bërë rajonalizimi i tyre, dhe unë po prap një tjetër rast po t'jap. Kur kishte 4, po themi ujësielsa, Qaku i Dibrës, që kishte 4 bashki, ishin me fitim. U bërë rajonalizimi, ose ekonomia shkallës, kur bëhet rajonalizimi ekonomia shkallës, do thotë zvoglohet numri i punojësve, dhe përpasoj mund të zvoglohet ose të rri po ajo tarif. Përkundrazi, u difishua po thuj se numri i punojësve, u difishuan pagat, u difishuan dhe tarifat, dhe përpasoj po të shkosh në të gjitha ndërmarrjet e ujësielësit, jo vetëm rajonali i Qakut Dibrës, por në të gjithë Shqipërinë është rritur humbja atyre. Është rritur humbja sepse pushteti vendor, një gjë tjetër, përdoret si një shtojcë elektorale nga partia shtet. Bie fjala, nëse ne në pushtetin vendor kishim 70.000 punësuar para reformës territoriale, ose deri në vitin 2015, dhe madje premtonin që do t'i përsenim $80 milion buxhetit shtetit, sot e disa kemi 41.000 të punësuar në pushtetin vendor. Por Partia Socialiste thotë për shkak të shërbimeve që janë shtuar pushtetit vendor, është rritur dhe numri punojësve. Si shërbimet e pushtetit vendor, ato dhe të deleguara nga vetë pushteti qendror. Unë të deklaroj që më shumë se sa 60% e administratës vendore, sot nuk ka një karrike, nuk ka një kompjuter, nuk ka një zyrë, nuk ka një vegël pune. Pra, thjesht ato marrin rrogën, dhe nuk shkojnë tek vendi punës. Pra ti thua ata janë thjesht emra në listë pagesa dhe nuk kryen asnjë detyrë. Vetëm din bankomatin dhe këto persona sjellin përpasoj, po themi dhe atë rentabilitetin e punojësve në Shqipëri, që jemi 6 herë më pak se sa vendet e Bashkimit Evropian dhe jemi 20-30% me rentabilitet më të ulët se sa vendet e rajonit. Pra, është fryrë administrata vendore, jo në shërbim qytetarëve, por në shërbim, po themi, të pushtetit. Për shkuar, po themi, më thuj, i kanë deleguar pyet, i kanë dhënë pagën vetëm për një person që do merret me pyet, çfarë do të bëjë një person që merret me pyet, ose i ka kaluar vaditja. Ndërkohë, i japin, po themi, financim vetëm për punojësit, 3-4 punojës që do të merren me sistemin e vaditjes apo me atë të pullimit, por ndërkohë nuk shoqërohet me financa nga pushteti qendror që të bëj kanalet vaditse apo të ristrukturohet. Një problematikë edhe në qarkun e Tiranës kjo. Po, ose bie fjala janë deleguar, po themi, zjarr fikset, dhe përpasoj numri i punojësve është më pak se sa nevojat e tyre, apo mjaft element tjerë të cilët në fakt rëndojnë tek funksionimi i pushtetit vendor. Një pyetje për ta përmbyllur edhe reformën territoriale, është një reformë shumë e gjerë realisht, kërkon shumë kohë edhe për ta diskutuar dhe për ta debatuar. Fakti që Partia Demokratike kërkon 100, nëse është 100, mund të jetë 90, mund të jetë 95, kërkon dhe kthimin e komunave. A është kjo një kërkesë politike, apo realisht është një kërkesë për qytetarët? Sepse reforma territoriale në vetvete është dhe një reformë politike. Pra, si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kur bëjnë ndarjen e territorit, shikojnë edhe se si është ndarë elektorati i tyre dhe se si vota e tyre mund përllogaritet më mirë në favor të tyre. Si është në këtë rast? Asnjë lloj efekti nuk ka në aspektin elektoral Partia Demokratike që tenton për të patur më shumë numër bashkish, e vetmja gjë ka të bëjë me interesin e qytetarëve. Ne kemi... Unë e dyshoj këtë zotim Ziu, që mund të jetë vetëm për interesin e qytetarëve. Absolutisht.
Sepse do ishte pamendësi për një parti politike që mos mendoj dhe për kreditin e saj elektoral. Ja ta tregon përse ne e kërkojmë këte. Sparja kërkojmë për shkak standardet të Bashkimit Evropian. Unë e thash që në fillim, që mesatarja e Bashkimit Evropian është nga 6 deri në 11.000 banor për një si vendor. Në Shqipëri kemi 70. E kishim diku ke 15-a, tani e kemi dërguar 70. Ne po shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Ne të bëjmë atë çfarë bën Bashkimi Evropian. Së diti është disproporcionale. Bie fjala, po ja bëdhëm një rast ilustrimi. Bashkia Gjirokastrës ka 7 bashki. Bashkia e Lezhës ka vetëm 3 bashki. Ndërkohë, numri i popullsisë është më i madh. Në Lezhë, në krahasim me Gjirokastrën. Është 2 herë më i madh. Pra që thotë që ne duhet të kishim 7 e 7 duhet të kishim 14. Po ndërkohë ka edhe qendra urbane që mund të ishin bashki, dhe unë po t'i them. Ka qenë bashki Shëngjini, ka qenë bashki Rubiku, ka qenë bashki Miloti, ka qenë bashki Laçi. Se Mamurasi dhe Laçi, po themi, pra që thotë që janë shkrirë bashki që ishin 65 bashki, më përpara dhe ndërkohë, po themi në Gjirokastër janë bërë, po themi ca mikroqytete që janë bërë bashki. Nuk e kam në asnjë rrethan. Po është thjesht një menaxhim i padrejtë i territorit dhe i popullatës së shërbimeve. Është ndarje disproporcionale që ka ndodhur. Pra, ky është një tjetër argument që ne kemi. Dhe po prap për të parë efektet negative. Po të shkosh, po themi, nga viti 2015 dhe deri në sot, po të shkosh në të gjitha bashkitë të cilët kanë patur, po themi, rrethina dhe që qyteti ka shkuar shumë larg, është populluar, janë kthyer në fshatat shkret. Kush është ai që përfiton? Po prap po marr vetëm qarqet nga qarku i Dibrës, qarku i Kukësit, në fakt po doja pjesën më të madhe rikthimin e komunave kërkon në pjesën e veriut të Shqipërisë. Absolutisht, ne kemi dhe në zonën e përjashtuar Gjirokastrës, ne kërkojmë për të patur dhe në Vlorë, dhe në Berat, dhe në Fier, edhe në Korçë, dhe në Elbasan, dhe në Durrës, dhe në Tiranë, natyrisht dhe në pjesë të tjera. Por janë shpopulluar fshatat të cilët kanë qenë historike, më përpara, fshatat të cilët kanë lënë gjurmë, fshatra që kanë qenë buroj, po themi, e sulmeve që vinin nga pushtuesit, që nga, po themi, Serbia, apo nga të tjerë vendet të cilët bënin Shqipërisë. Dhe është absurde, po themi edhe në aspektin historik, por edhe në aspektin e kontributit që mund t'japin ato në bujqësi, në arsim, në shëndetësi, apo mjaft sektor tjerë.